Vjon puna pranë lumit Buna ku po ndërtohet Muzeu i Lundrimit. Muzeu i Lundrimit është një projekt ambicioz dhe i shëmpritur nga qytetarët, ndërsa pritet të kthehet në një pikë referimi të rëndësishme kulturore dhe turistike për gjithë rajonin. Vjon puna për ndërtimin e Muzeut të Lundrimit pranë lumit Buna. Një ditë më parë është bërë mundër hedhja betonit për katin e parë, ndërsa po punohet dhe për ndërtimin e shkallarëve të këtij muzeu. Ky investim pritet të përfundojë deri më 10 shkurt 2026, ndërsa vlera e investimit parashikohet të shkojë rreth 2 milionë euro. Muzeu i Lundrimit është pjesë e një pakete të plotë ndërhyrësh që po realizohen në Shkodër, duke synuar rritjen e potencialit turistik në këtë qytet. Muzeu formohet nga 2 volume të vendosura njëra mbi tjetrën, një volum në formë kodre në pjesën e poshtme dhe një varg pluskuese në pjesën e sipërme. Muzeu i Lundrimit do të jetë simboli i peizazhit urban dhe kulturor të qytetit të Shkodrës. Projekti financohet nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim dhe Bashkimi Evropian.